Me të vërtet falënderimet i takojnë Allahut, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut lartësuar na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi i punëve tona të këqija. Atë njeri cilin Allahu i madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri cilin Allahu i madhëruar e lën në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç sa Allahu i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, hutbeja e sotme është me titull Shërimi i brengave dhe i pikëllimeve. Allahu i lartësuar e ka bërë këtë botë vend sprovash. E nëse një njeri nuk është i sprovuar sot me do e mos, do të sprovohet nesër. Sepse, siç tham, Allahu i lartësuar e ka bërë këtë botë vend të sprovave, të mundimeve dhe të provimeve. Dhe në natyrën e saj janë brengat, ankthi, mërzit, vështirësitë e shumta me të cilat njeriu përballet në jetën e kësaj bote. Prej tyre janë sëmundjet, janë problematikat me njerëzit, problematikat me familjen dhe në përgjithësi dhimbjet që kjo jetë na shkakton. Allahu i lartësuar e thot në librin e tij: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad." Ne, thot Allahu i lartësuar, e kemi krijuar njeriun në mundim. Do me thënë që njeriu është krijuar mes vështirësive, për të përballur me to, për të përballur me çështjet e kësaj jete, dhe gjithmonë do të jetë në sprovë dhe gjithmonë do të jetë në vështirësi. Për këtë arsye, të nderuar besimtar, xheneti, për të cilin punojmë dhe adhurojmë Allahun e lartësuar, do të jetë një vend i cili nuk ka në të brenga, nuk ka në të pikëllim, nuk ka në të mërzi, nuk ka në të sëmundje, nuk ka as pak mundim. Thot Allahu i lartësuar: "La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin." Thot, atje nuk do t'i prek ata kur far lodhje, dhe prej tij nuk do të nxirren kurrë. Lutim Allahun na bëj prej atyre që i nderon me xhenet. Banorëve të xhenetit nuk do të turbullohen mendimet, qoftë edhe me një fjalë jo të hishme, qoftë edhe me një fjalë që i ligështon. Allahu i lartësuar thot: "La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama." Nuk do të dëgjojnë në të fjalë të kota e as fjalë vulgare, mëkatare, përveç se paqe, paqe. Të nderuar besimtar, pikëllimet, brengat janë prej pengesave që njeriu ndesh në rrugën e tij drejt Allahut të lartësuar. Dhe për këtë arsye Allahu i lartësuar nuk ka urdhëruar asnjëherë që pikëllimi të jetë zakoni besimtarit. Se ka keqkuptime të cilat njerëzit i jetojnë dhe mendojnë se sa më i pikëlluar njeriu, aq më i mirë në sytë e njerëzve. Sa më shumë të ankohet, aq më i mirë është. Por Allahu i lartësuar nuk ka urdhëruar për pikëllim, nuk ka urdhëruar për mërzi. Madje përkundrazi, Allahu i lartësuar nxit që ne kurrë të mos dobësohemi dhe të mos ligështohemi. Thot Allahu i lartësuar: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u dobësoni, mos u pikëlloni, pra kundrejt çfarëdo sprove dhe kundrejt kujdo armiku me cilin përballeni. Ju mos u dobësoni, mos u pikëlloni, sepse ju do të jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Pra çdo lloj sprove e kësaj bote duhet që besimtari ta përballojë atë dhe të mos e lërë veten e tij të bie rob i stresit, i pikëllimit, i brengave, edhe pastaj të dorëzohet para tyre. Prandaj besimtari duhet të përpiqet sa të mundet, t'i largojë brengat, t'i
t'i largoj pikëllimet dhe të mos dorëzohet para tyre. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam bënte një dua të bukur në të cilën na i mëson, që ta themi shpesh për largimin e pikëllimit dhe brengave. Dhe duat profetike janë ilaç, të cilat na ndihmojnë në jetën tonë të vështirë në këtë botë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam duan e tij: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith transmetuar tek Buhari nga Anas radhiyallahu anhu: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe pikëllimi. Kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe pikëllimi, nga paaftësia dhe përtatësia, nga kopratësia dhe frika, nga pesha e rëndë e borxhit dhe nga mposhtja dhe në përkëmbja e njerëzve. Është e pëlqyeshme që besimtari, kur e sheh vllain e tij në sprovë, të brengosur, të pikëlluar, të përpiqet sa të mundet t'i largoj brengën atij, t'i bëhet krah, që t'ja largoj pikëllimin dhe t'ja lehtësoj atë. T'i flas me fjalë të cilat ja zbusin sprovën dhe ja largojnë mërzinë. Allahu i lartësuar tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Ebu Bekrit në çastin kur ata të dy ishin vetëm, në çastin më të vështirë të jetës tyre, kur gjithë Mekasit ishin shpërndarë për t'i gjetur, kur këta emigruan për Medinë, fshehurazi nga banorët e Mekës që të mos i gjenin sepse do t'i eliminonin, ishin në shpellë dhe mbi kokat e tyre ishin kundërshtarët e tyre. Ebu Bekri me të drejtë u pikëllua, u friksua, e profeti sallallahu alaihi wasallam me qetësoi shokun e tij. Allah i lartësuar e përjetësoi këtë në librin e tij, në fjalët e tij ku thot: idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur ai i tha shokut të tij, mos u mërzit, mos u pikëllo. Kur u drejtua shokut të tij me fjalë ngushëlluese, mos u mërzit, mos u pikëllo, sepse Allahu është me ne. Dhe e gjenë se si Umeri radiallahu anhu, dhe këto dy shembuj me Ebu Bekri dhe Umerin, janë prej sahabe më të mirë, më të nderuar, shembuj dhe modelet më madhështor të besimtarëve. Umeri shkon një ditë tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot: vallahi do përpiqem të them fjalë të cilat do e bëjnë të qeshin profetin sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, në çaste provash dhe pikëllimi, përpiqu që vllai tënd t'i lehtësosh sa të mundesh sprovën e tij, në mënyrë që t'i lehtësohet ajo. Të nderuar besimtarë, janë disa shkaqe të cilat na ndihmojnë për t'i hedhur mbas krahëve sprovat, brengat, për t'i lehtësuar ato, për t'i larguar ato prej nesh. Sepse nuk shpëtojnë prej tyre, por besimtari duke bërë shkaqet për largimin e tyre, ja lehtëson vetes, ja lehtëson shpirtin. Nuk i merr ato si barë të rënda. Dhe ne falenderojmë Allahun e lartësuar që na jep mundësinë të dëgjojmë këtë porosi hyjnore për lehtësimin e brengave dhe pikëllimeve dhe sprovave. Sepse njerëzit e tjerë nuk kanë ku mbështeten. Njerëzit e tjerë kur sprovohen në masë të madhe, ndoshta kjo i çon në vetvrasje. I japin përfundim jetës tyre sepse nuk përballen dot me sprova. E kanë të vështirë. Ndërsa besimtarët e kanë ilaçin hyjnor në Kur'an, në librin e Allahut dhe në fjalët profetike. Prandaj le të dëgjojmë disa shkaqe, të cilat na bëjnë që sprovat tona të zbuten, të lehtësohen dhe të mos i marrim aq të rënda në shpirtin tonë. E para e tyre, nderuar besimtar, është besimi në caktimin, pra në kaderin e Allahut, para caktimin dhe gjykimin e tij. Është nga bazat e besimit të fesë tonë të besojmë se Allahu i lartësuar ka paracaktuar dhe gjykuar për gjithçka. E ka përcaktuar atë 50.000 vjet para se ti krijoi krijesat. Prandaj besimtari nëse i ndodh sprova, nëse përballet me vështirësi, me një pikëllim, me një breng,
ta di se është e paracaktuar dhe nuk ka mundur të shpëtoj asaj. Thot Allahu i lartësuar në librin e tij: ma asaba min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir likay la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Thot Allahu i lartësuar në këtë ajet shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm për ta pasur besimtari gjithmonë para syve të tij, në mendjen e tij. Thot Allahu i lartësuar, nuk ka fatkeqësi që godet tokën ose juve. Pra fatkeqësi që bie mbi tokë apo që bie mbi ju. Veçse ajo gjendet, është e shënuar në libër para se ne ta sjellim atë. Gjendet në libër është paracaktuar para se ne ta sjellim atë. Vërtet kjo për Allahun është e lehtë. Dhe kjo thot të shërbej që ju të mos dëshpëroheni tepër për ato gjëra që nuk i keni arritur. Shikoni sa bukur. Të mos dëshpëroheni për gjërat që nuk i arrini. Njeriu ka një plan, ka një synim, do të arrijë diçka, me gjithë qenien e tij dhe kur nuk e arrin, dëshpërohet. Thot nuk ja vlen më të jetoj mbas kësaj. Dikush për një tregti, dikush për një fitim, dikush për një femër, apo mashkull, bashkëshort, pra për gjëra të ndryshme. Allahu i lartësuar thot, ta dini këtë se kjo do t'u shërbej që të mos pikëlloheni kur ju thot nuk arrini diçka, pra për atë që ju ka kaluar, nuk e keni arritur. Dhe gjithashtu të mos krenoheni për ato që ai ju ka dhënë, mos krenoheni së tepërmi. Do më thënë nga njeriu kur arrin ka sukses në jetën e tij, gëzohet së tepërmi dhe kjo e bën që të hyjë në zemrën e tij mendje madhësia, mbështetja te aftësitë e tij, bie në sevda me veten e tij. E Allahu i lartësuar thot, kjo është para se të vi juve. Është e shënuar në libër nga Zoti, u ka caktuar që do të vi. Edhe kjo të shërbej që ju të mos gëzoheni së tepërmi, të mos krenoheni për atë që ai ju ka dhënë. Allahu nuk e do asnjë mendje madh e mburravec. Ky besim dhe rol besimtar ka deri në Allahut natyrisht që duhet të jetë i shoqëruar me punë të mira. Nëse besimtari besimin e tij ka deri në Allahut dhe besimin e tij përgjithësi e shoqëron me punë të mira, Allahu i lartësuar i jep atij një jetë të lumtur, jetë të qetë shpirtërore, që i përballë provat e tij. Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Thot Allahu i lartësuar, cili do që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim një jetë të mirë dhe do t'i shpërblejmë sipas veprave më të mira që kanë bërë. Profeti sallallahu alaihi wasallam për besimtarin është çuditur. Është çuditur për çështjen e besimtarit. Dhe thot ajaben li amril mu'min. E çuditshme është çështja e besimtarit. Dhe çështja e tij, gjendja e tij është gjithmonë mirësi për të. Nëse atë thot e godet ndonjë e mirë, ai falenderon, e kjo është mirësi për të. E nëse e godet ndonjë fatkeqësi, ai duron, e kjo përsëri është mirë për të. Falenderon, Allahu ja shton, duron, Allahu e shpërblen. Gjithmonë besimtari është në mirësi, dhe hadithin e transmeton Muslimi, Allahu e mëshiroft. Të nderuar besimtar, një tjetër shkak për largimin e brengave dhe pikëllimeve është që të marrësh për shembull profetët e Allahut. Të marrësh për shembull njerëzit e mirë të devotshëm. Sepse njeriu kur kujton shembujt e tjerë, të cilët kanë qenë njerëz të zgjedhur të Zotit, njerëz të devotshëm, besimtarë të mirë, dhe përsëri ata janë sprovuar, atëherë lehtësohet sprova e tij. Nuk thot si njerëz të tjerë, po pse mua? Po unë jam njeri i mirë, po unë si bien qafa s'kujt. Po pse profetët e Zotit u kanë rënë qaf njerëzve? A nuk kanë qenë njerëz të mirë? Të devotshmi, të zgjedhurit e Zotit. Janë sprovuar. Prandaj besimtari, kur shikon shembujt e tyre, i lehtësohet brenga dhe sprova e tij. Thot Sa'd ibn Abi Waqqasi, Allahu qoftë i kënaqur me të,
Qultu ya Rasulallah ayu nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Thash, o i dërguari i Allahut, cilët njerëz janë ata të cilët sprovohen më rënd? Cilët njerëz sprovohen më rënd? Kjo të na shërbej që na lehtësoj sprovat e brengat tona, t'i krahasojmë me brengat e sprovat e tyre. Nuk janë asgjë. Cilët njerëz sprovohen më rënd? Ai tha, profetët. Pastaj ata që janë të ngjashëm me ta në mirësi dhe devotshmëri. E pastaj ata që vinë pas tyre. Njeriu sprovohet thot në përputhje me fenë e tij, me devotshmëri. Nëse është i fortë në fenë e tij, sprova bëhet më e rëndë, sepse sprovat e mëdha sjellin shpërblime të mëdha. Nëse ka dobësi në fenë e tij, pra është delikat në fenë e tij, atëherë sprova i lehtësohet aq sa mban ai. Sprova vazhdon të shoqëroj robin, thot, derisa ta lër atë të ecë mbi tokë pa pasur asnjë mëkat, asnjë gjuna. Pra vazhdojnë sprovat tek besimtari derisa të pastrohet komplet nga gjunahet e tij. Hadithi është tek Tirmidhiu dhe ka vlerësuar të saktë Sheikh Albani, Allahu mëshiroj dietarta. Një tjetër shkak ndëror besimtar për largimin e bregave dhe pikëllimeve është të lehtësosh hallin e njerëzve të tjerë, të gjendesh të tjerëve. Dhe kjo të sjell shpërblim të njëjtë me atë që ke bërë. Pra, shpërblimi vjen në përputhje me llojin e veprës që bën. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet tek Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Thot kush e largon një besimtar një prej vështirësive të kësaj bote, Allahu do t'ja largojë atij një vështirësi prej vështirësive të ditës Kiametit. Kush e lehtëson atij një vështirësi, thot Allahu do t'ja lehtësojë atij, thot, në dynja dhe në ahiret. Dhe në botën tjetër. Edhe këtu dhe atje. Thot kush ja mbulon të metat një besimtari, Allahu do t'ja mbulojë të metat në këtë botë dhe në botën tjetër. Këto fjalë profetike janë madhështore. Dhe ne falenderojmë Allahun e lartësuar që na bën risk të dëgjojmë, dhe lutem Allah na bëj risk të zbatojmë në jetën tonë. Thot kush ja largon një besimtari një prej vështirësive të kësaj bote, Allahu do t'ja largojë atij një prej vështirësive të ditës Kiametit. Thot kush e lehtëson atij një vështirësi, atij që është në vështirësi, Allahu do t'ja lehtësojë çështjet në dynja dhe në ahiret, dhe në botën tjetër. Kush ja mbulon të metat një muslimani, Allahu do t'ja mbulojë të metat në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu vazhdon të jetë në ndihmë të robit të vet, përderisa robi është në ndihmë të vllajt të vet. Sa madhështore është feja jonë. Allahu do të jetë në ndihmë të robit të vet përderisa robi është në ndihmë të vllajt të vet. Prandaj lehtësimi i sprovave, pikëllimeve, brengave, një nga shkaqet që lehtëson vjen duke ndihmuar vëllezërit e tu. Ata që janë nevojë, ata që janë në sprovë, që kanë nevojë për ndihmën tënde. Allahu t'i lehtëson sprovat e tua. I them këto fjalë që dëgjova dhe kërkoj falje nga Allahu për vete dhe për ju. Kërkojmë falje atij sepse është falës i madh dhe është mëshirëplot. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, një nga shkaqet më të mëdha për largimin e brengave dhe pikëllimeve është të kërkosh largimin e tyre prej Allahut të lartësuar. Të strehohesh për hallin tënd dhe të gjesh prehje tek Allahu i lartësuar. Ti lutesh atij me përulje. Të shtrish duart e ti në lutje drejt tij. Dhe të lutesh me përgjerim. Që ti largoj ato brenga dhe pikëllime me të cilat Allahu i lartësuar të ka sprovuar. Dhe thamë se të gjithë njerëzit sprovohen. Nëse sot nuk e i sprovuar, do të vi koha nesër të sprovohesh. Sepse kjo botë është botë e sprovave,
dhe Allahu i lartësuar ata njerëz që do i sprovon. Prandaj, të nderuar besimtar, kushdo i cili mbështetet tek Allahu, kërkon streh tek ai, nga pikëllimet, nga sprovat, nga hallet e tij, Allahu do ta ndihmojë. Allahu do t'ja lehtësojë, Allahu do t'ja largojë, dhe Allahu i lartësuar do ta shpërblejë shumë dhe do t'ja lartësojë gradat e tij. Thot Allahu i lartësuar në librin e tij: "Amma yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun." Kush është ai i cili i përgjigjet të dëshpëruarit kur ai i lutet, dhe që e largon sprovën, e largon të keqen, dhe ju bën më këmbës në tokë? A mos është ndonjë zot tjetër veç Allahut? Jo, Zoti, vetëm ti je. Thot Allahu i lartësuar: sa pak po reflektoni. Sa pak po reflektoni. Dhe Allahu i lartësuar i thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin." Thot, ne e dim mirë se gjoksi yt ngushtohet për shkak të fjalëve që ata thonë. Prandaj ti madhëroje dhe lavdëroje Zotin tënd dhe bëhu prej atyre që bien në sejdë. Do më thënë ti përballi sprovat që vijnë prej njerëzve, apo të gjitha natyrat e tyre, duke u lidhur më fort me Allahun, duke shtuar adhurimin tënd, duke treguar për ulësi ndaj Zotit, se Allahu i lartësuar t'i largon sprovat e njerëzve, fjalët e tyre, dëmin e tyre, t'i largon Allahu i lartësuar. Prandaj Allahu i lartësuar i thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "Inna kafaynaka al-mustahzi'in." Ne të mjaftojmë ty ndaj gjithë atyre që tallen me ty. As pak s'të dëmtojnë ata. Prandaj edhe besimtari duhet gjejë streh tek Allahu i lartësuar, duke i lutur atij me përgjërim dhe duke u lidhur fort me të me adhurim dhe për ulësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar me një lutje madhështore, që kush e bën në rast pikëllimi, Allahu i lartësuar ja ndërron pikëllimin, mërzin, brengën me gëzim, me qetësi, me zgjerim të kraharorit dhe zemrës tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, thot: "Ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan, faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik." Thot, nuk ka asnjëri i cili në godet brenga ose pikëllimi dhe thot: "O Allah, unë jam robi yt, biri i robit tënd, biri i robreshës tënde, balli im është në dorën tënde. Vendimi yt zbatohet mbi mua dhe caktimi yt është i drejtë për mua. Të lutem me çdo emër që të përket ty, me cilin e ke emërtuar veten, ose e ke zbritur atë në librin tënd, ose ja ke mësuar ndonjërit prej krijesave tua, ose e ke ruajtur për veten në dijen e fshehtësisë që gjendet tek ti. Bëje Kur'anin pranverën e zemrës time. Bëje Kur'anin pranverën e zemrës time. Dritën e kraharorit tim, largimin e pikëllimit tim dhe zhdukjen e brengës time." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu e thot këtë dua, Allahu i lartësuar do t'ja largoj brengën dhe pikëllimin dhe do t'ja zvendësoj ato me lehtësim. I thonë sahabët që e dëgjojnë: "Ja Rasulullah, ela nata'allamuha?" O i dërguari i Allahut, atë mos e mësojmë në këtë dua? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Bela yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha." Thot, po si, kushdo që e dëgjon këtë dua, duhet që ta mësoj atë. Kushdo që e dëgjon këtë dua, duhet ta mësoj atë. Kush prej nesh nuk përballet me vështirësi, atëherë të mësojmë këto dua të cilat janë ilaç
në çastin e brengës t'i themi dhe Allahu i lartësuar na i zvendëson pikëllimin ton me çlirim. Lutë Allahun i lartësuar t'i largoj brengat tona. Na çliroj nga vështirësitë dhe ta bëj Kur'anin madhështor pranverën e zemrave tona dhe largues të brengës dhe pikëllimit nga zemrat tona. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وارض عن خلفائه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وصائر صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله na dërgo paqe dhe bekimet e tua mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wallah qofshi i kënaqur me halifët e tij të drejtë, me bashkëshortet e tij, nënat e besimtarëve, me të gjithë shokët e tij dhe të gjithë ata që i pasuan me mirësi deri në ditën e gjykimit. Wallah qofshi i kënaqur me ne së bashku me ta, me bujarin dhe me fisnikrin tënde, o më bujari i bujarve, o Allah na i bëj të dashur besimin dhe zbukuroj atë në zemrat tona, na i bëj të urryer mosbesimin, shturjen dhe mosbindjen dhe na bëj prej të udhëzuarve në rrugën e drejtë. Wa aqimus salat.